Pas përplasjeve për emrin që do të përfaqësonte në kuvent koalicioni mes Adriatik Lapaj dhe Endri Shabanit u shkëpu duke lënë drejtimin e koalicionit në dorë të Partisë Shqipëria Bëhet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka parashikuar shpërndarjen e rreth 346 milion lekëve për partitë politike në bazë të 3 faktorëve: numri i deputetëve të fituar, përqindja e votave dhe 20% të totalit të ndahet në mënyrë të barabartë mes partive që kanë marrë më shumë se 10.000 vota. Partia udhëheqëse e koalicionit Shqipëria Bëhet pritet të marrë më shumë se 7 milion lekë, duke përfituar pjesën më të madhe nga fondet e koalicionit dhe nga shpërndarja e përqindjes së votave. Deputetja Ana Dajko kontribuoi për të siguruar përfaqësimin në kuvent, ndërkohë Nisma Thurje përfiton vetëm nga 20% e fondeve që ndahen baraz mes partive politike, rreth 4 milion lekë në total, pasi nuk ka përfaqësim të veçantë në parlament. Kjo situatë reflekton ndryshimet pas krisjes së koalicionit dhe rëndësisë që ka partia udhëheqëse në shpërndarjen e fondeve elektorale.